Trebu edhe presidentja me asiguru ata numra, sepse në bazë këtyre polarizimeve skajshme që janë, po altë janë të pozicionu me diametralisht 9 kundër ta. Zdeqaj, përfshirjen e zonës Osmani, mund të zgjidhë këtë situatë, apo jo? Jo. Jo? Jo. Pse jo? Pozicioni i zonës Osmani në këtë rast është më shumë protokolar. Na përshojmë që tash e 3 muaj do të thotë që nuk ka vullnet politik për t'i dhonë kaj të formimit institucioneve të vendit, dhe me të vetmin qëllim për shkak se partit qoftë opozit, po luajnë me fatin e shtetit Kosovës dhe të popullit Kosovës, por për interesa personale. Kalkulimet e tyne i kanë tulta. Kur e thëmë tulta, nuk e shohin interesin e shtetit të parin, po e shohin interesin personal. E kom potencu disa herë, nëse ka vullnet politik, fitusi i këtyre zgjedhjeve, Zoti Kurti, ka mundësi për të kriju institucionet e vendit, qoftë zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, qoftë qeverin. Kjo mungon të Zoti Kurti, po fatkeqësisht mungon edhe të opozita për shkak se e kem edhe një opozitë përçame. Me një mosgadishmëri, kështu më thojë, për të marrë përsipër, se tash, se ne flasim për një qeveri e cila sipas opozitës nuk ka punu mirë, atëherë ti duhet me u bashku për në... A presni që të shkoj aty, vetëvendosje, nga që akoma s'ka pasur deklarime nga ky subjekt politik? Mund edhe mos shkoj, për shkak se ne e dim, raportet e Zotit Kurti me Osmanin nuk janë ma që shkanë qenë dikur, për shkak listës Guxa. Unë sa kam informacione, zonën Osmani para masi ta përfundoj mandatin, gjasat janë të themeloj një subjekt të ri politik. Realisht i ndanë rrugët me subjektin politik Guxa. Këtu janë ato fërkimet e zonës Osmani, edhe këtu është ajo hatërmbetja në shtantojza me Zotin Kurti, edhe pse kjo është dytësore, për mu parsore është mos gatishmëria e subjekteve politike në Kosovë, qoftë pozit dhe opozit, për me i kriju institucionet. Numrat i kanë nëse kanë vullnet, nëse dojnë. Po këto po shihet që s'dojnë edhe unë e shoh, që vani po shet ka një krizë qëllimshme e këtyre akterëve të politikës, edhe unë e shoh zgjedhje të jashtëzakonshme ose për menimin tim, zgjidhja më e mirë kish me qenë një qeveri teknike deri marsin e vitit kaluar. Viti tash. Dhe kryziu gjithë panelistët janë më pesimist. Ju a jeni optimist më shumë, apo? Unë e kam bërë presion publik, jam tepër interesuar që të institucione sa më shpejt të konstituohen edhe parlamentet dhe qeveria për shkak se na presin disa punë bukur të jashtëzakonshme gjatë këtij viti. Ky presion është publik, në të cilën presidenti ka bërë mirë, ka bërë një veprim të mirë, se aty mund të